Një ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, djali i vetëm i një nëne që çdo natë priste një lajm prej tij. Në mes të luftës, mes shiut, plumbave dhe zjarit, ai mori një copë letër të grisur nga një fletore shkollore dhe filloi të shkruante: "Mos u mërzit, nën jam mirë. Do vi shpejt." Letra s'arriti kurrë në duart e saj, sepse ai vetë nuk u kthye më. Lufta mbaroi, por nëna mbeti çdo ditë në prag të derës, me shpresën se dikush do t'i sillte një lajm. Vite më vonë, në një shtëpi të rënuar afër malit, një fëmijë që po luante mes rënojave gjeti një zarf të vjetër, të njomur nga koha. Brenda, një letër e zverdhur, e shkruar me shkrim të ngushtë e të ndrojtur. Në fund shkruhej: "Për nënën time." Kur letra mbërriti më në fund të ajo grua e plakur, ajo se pyeti kush e kishte sjell. Thjesht e mori në duar dhe e njohu me njëherë shkrimin e birit. Syt ju mbushën me lotë, por buzët i dridheshin në një buzëqeshje të lehtë. Lexoj me zë të ulët: "Mos u mërzit, nën, do vi shpejt." Pastaj mbylli syt dhe tha: "S'më erdhi ai, por më erdhi fjala e tij." Dhe atë natë, ajo fjeti për herë të parë qetë, me letrën pranë zemrës, si të kishte përqafuar më në fund birin e saj që nuk u kthye kurrë, por që kurrë se la vetëm.